Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa tammu taslima ala khairi khalqillahi ajma'in. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falendrimet, lavdrimet, adhurimet tona tek Allahu Azza wa Jall, në paqet e bekimet e tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Po takohemi edhe sot me lejen e Allahut Azza wa Jall për të vazhduar më tutje me ligjëratat tona në lidhje me serin që kemi filluar kohën më parë të sjellojmë, që ka të bëjë me emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Në takimin e fundit kemi marrë për emrin Allah xhallahu ala al-Fattah dhe kemi mësuar kuptimin e drejtë të këtij emri. Gjithashtu në kuadër të ligjëratës së kaluar është përfshirë edhe ajo që ka të bëjë me ndikimin dhe përfitimet që ne i nxjerrim nga ky emër për të përmirësuar gjendjen tonë, për të rregulluar, për të përmirësuar në raport me Allahun xhallahu ala dhe në gjitha fushat dhe mejdanet e tjera. Sot me lejen e Allahut xhallahu ala do të vazhdojmë më tutje me emrin e ri të Allahut xhallahu ala, i cili mendoj që do të na ndihmon shumë që të përfitojmë nga emrat e kaluar që kemi mësuar, në veçanti nga emri Allahut al-Fattah, an-Nasir, nga të emra që Allahu xhallahu ala garanton përkrahje për robët e tij, ndihmë, e që kjo përkrahje dhe kjo ndihmë na duhet shumë nga ana e Allahut Azza wa Jall. Mirë po, sikur që kemi përmendur, nuk është kjo ndihmë e pakushtzuar, nuk është kjo ndihmë thjesht dhuratë, por duhet të jetë me një dozë të saktuar të meritës nga ana e besimtarëve. Dhe gjithashtu ka gjëra që pengojnë njeriu të përfiton nga emrat e Allahut Azza wa Jall, e mendoj se ky emër sot që do të flasim për të, edhe i garanton dhe i siguron përkrahje besimtarit, por edhe i ndihmon me lejen e Allahut xhallahu ala të largohen pengesat që qëndrojnë në rrugë për të arritur këtë përkrahje dhe këtë ndihmë nga ana e Allahut xhallahu xhelalu. Fjala është për emrin Allahut at-Tawwab. Ky emri Allahu xhallahu ala, i cili është përmend disa në Kur'an dhe gjithashtu ka ardhur i shoqëruar me disa emra të tjerë të Allahut Azza wa Jall, dhe ky shoqërim dhe ky kombinim i këtij emri me emrat e tjerë të Allahu xhallahu ala na jep disa kuptime të posaçme të këtij emri dhe të asaj që del prej këtij emri. Fillimisht emri Allahut Tawwab do të thotë vjen nga rënja e foljes apo shprehjes apo emrit në gjuhën arabe që na si shprehje kemi të njohur tauba. Taubun, e që gjitha këto janë domthonë rënë të këtij emri të Allahut Azza wa Jall. Se për këtë kuptimi gjuhësor të këtij emri ka disa prej kuptimeve që mund të përmenden këto në lidhje me këtë emër. Fillimisht në gjuhën arabe, taub ose tauba i thuhet kur një njeri përmirësohet, rregullohet dhe kthehet. Një njeri ka ecë në një rrugë të caktuar dhe tash dëshiron ta ndryshon kursin e jetës së tij. Ky ndryshim dhe kjo bartje e tij prej një fushë të veprimit, prej një kuptimi të caktuar në tjetrin quhet taub. Gjithashtu edhe në anën tjetër, gjuhësisht e ka kuptimin se kur dikush të vendos të bën një veprim, jo të keq, po ndoshta edhe ndëshkues përballë dikujt tjetër dhe hjek dorë nga vendimi i tij, edhe me këtë kuptim përdoret kjo shprehje. Dhe gjithashtu, inshallah me lejen e Allahu xhallahu ala, kur ne do të flasim për kuptimin e këtij emri në raport me Allahun xhallahu ala, do të bëhet edhe më e qartë se çfarë kuptimi ka. Se për këtë përmendjes së këtij emri në Kur'an, sikur që përmenda ka ardhur në disa vende në Kur'an dhe ju nuk e keni të panjohur këtë, nëse të gjithë e lexojmë Kur'anin, do të vërejmë se në shumë vende Allahu xhalla xhelaluhu e përmend emrin e tij Tawwab. Sipas numërimit të disa dietarëve është përmend 11 herë në Kur'an emri Allahu xhalla xhelaluhu Tawwab. Andaj e kemi në surën Al-Baqara ku Allahu xhalla xhelaluhu thot fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. Dhe Ademi alayhis salam u frymëzua shprehje nga Allahu Azza wa Jall për të penduar dhe u pendua
dhe Allahu xhallahu ala I pranoi pendimin nga se Allah është Tawwab dhe është Rahim. Andaj ardhja e këtij emri këtu në ajet e vërteton se Allahu xhallahu ala ka emrin Tawwab. Gjithashtu në surat të ndryshme të Kuranit, në surën At-Tauba, Allahu xhallahu ala thot: "Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu at-tauba." A din ata se Allahu është I vetmi që pranon tauban nga robët e tij, wa ya'khudhu as-sadaqat, dhe pranon lëmoshat dhe ato që njerëzit japin në rrugën e Allahu xhallahu ala, wa anna Allaha huwa at-tawwabur rahim, dhe Allah është Tawwab dhe është Rahim. Gjithashtu ka ardhur në kombinim me emrin Allah El-Hakim, sikurse thot Allah xhallahu ala në fillim të surës Nur, në ajetin e 10, Allahu xhallahu ala thot: "Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu wa anna Allaha tawwabun hakim." Walaula fadlullah, po të mos ishte mirësia e Allahut ndaj jush dhe mëshira e Tij, dhe se Allahu është Tawwab dhe është Hakim. Hakim e kemi marrë çka është, dhe tash jemi duke marrë emrin Allah xhallahu ala at-Tawwab. Prandaj gjitha këto që I përmenda, do të ndëruar japën me kuptu se Allahu xhallahu ala ka emër Tawwab, dhe Allahu xhallahu ala emërtohet me emrin e Tij Tawwab. Çfarë kuptimi ka ky emër në raport me Allahun azza wa jall? Dietarët Islam kur kanë folë për kuptimin e këtij emri në raport me Allahun xhallahu xhelaluhu, kanë përmend disa kuptime. Dhe është më rëndësishme që këto kuptime të gjitha ti kemi parasysh sa herë të flitet edhe për procesin e teubës, sa herë të flitet edhe për teubën si adhurim që ne ja kushtojmë Allahut azza wa jall. Nga se disa njerëz e kanë kuptuar teubën dhe kërkimin e pendimit dhe falës nga Allahu xhallahu ala në një ميدan të kufizuar. Dhe përderisa është I kufizuar, shpesh herë nuk e ndin vetën se kanë nevojë të përfshihen në këtë adhurim, sikur do ta përmendim më vonë, për shkak se konsiderosin një fazë e kaluar. Unë jam pendu, unë e kam bërë teubë dhe s'kam nevojë për këtë. Ndërsa ne do ta marrim edhe më vonë se ne kemi nevojë në çdo rast, në çdo situatë, në çdo moment të jetës tonë për emrin Allahu xhallahu ala at-Tawwab. Andaj çfarë kuptimi ka emri Allahu xhallahu at-Tawwab në raport me Allahun azza wa jalla? Fillimisht Tawwab thash është për teubë, që nuk kupton kthimin, pendimin, keqardhjen, dhe kuptimi I parë e emrit at-Tawwab është se Allahu xhallahu ala është ai I cili pranon pendimet dhe kërkim falet nga ana e robëve Tij. Është garancë, me këtë emër Allahu garanton se pranon. Do thotë, nuk është emri Allahu Tawwab ai që hap mundësinë për kërkim falje. Apo ne u hapim mundësinë me kërku falje e pastaj e shqyrtojmë kërkesën e juaj. Jo, emri Allahu Tawwab është garancë për pranimin e kërkim faljes. Kjo është një kuptim I emrit Allahu xhallahu ala Tawwab. Normalisht nëse kërkim falja bëhet sipas kërkesave të atij që është Tawwab. Nëse I plotësojmë kërkesat, atëherë emri Tawwab garanton se Allahu xhallahu ala pranon teubën. Dikush ka mundësi me thonë, nëse përsëritet shkelja pas kërkim faljes, gjithashtu emri Allahu Tawwab jep, do të thotë, shenja të qarta dhe garanca të mjaftueshme se sa të përsëritet mëkati. Nëse përsëritet teubeja, Tawwabi është në raport me ty, do të thotë I hapur, e pranon teubën tënde. Nga se në ndërtimin gjuhësor, emri Allahu Tawwab ka ardhur në formën I thonë arabisht mubalegha. Mubalegha është kur diçka ti do me përmend në formë të hiperbolizuar, me rrit për te aso që mushti me kuptuar. E hiperbola e përdorur këtu nuk është për të treguar diçka që nuk është reale, por diçka që është reale për te aso që ti mund me perceptu dhe me kuptu. Prandaj ka ardhur Tawwab për çfarë arsye? Kanë thënë dietar për shkak se sa të përsëritet mëkati, apo edhe mundësia për ta falë Allahu xhallahu ala ekziston. Andaj një prej kuptimeve të Allahu Tawwab, krahas të parë që ceka se pranon, është edhe se fal mëkat pas mëkati, shkelje pas shkelje, apo largim pas largimi. Sa herë robi të largohet dhe don të afrohet, e gjen Tawwabin të gatshëm për ta pranuar apo. Prandaj Tawwab ardhja e këtij emri në këtë formë jep me kuptu falën e mëkatit, bërje pas bërje, shkelje pas shkelje, largim pas largimi.
Asnjëherë nuk harxhohet se përdorur i emri Allah Tawwab. Për shembull, ti thuhet dikujt e ki mundsinë me përdor këtë emër 3 herë në jetë. Apo pas 3 herë s'u përdor më. Qase u krymo. Sikurse ka shumë gjëra në jetën tonë mund t'i përdorim 1 herë. Mo nuk përdoret, është për një përdorim. Ka gjëra që përdoren 2 herë, 3 herë ose 30 herë, çdo po kanë përdorim të limituar, të kufizuar. Pra çdo gjë në këtë botë ka përdorim të limituar. Nëse emri Allah Tawwab nuk ka përdorim të limituar, pra ka Tawwab në formën e rritur, të hiperbolizuar për të i kaluar çdo mundësi të numërimit nga ana jon. Ai sa të bësh mëkat, don të pendosh, Tawwabi nuk shterret dhe nuk harxhohet. Është i hapur gjithmonë për ty. Ky është një kuptim gjithashtu i emrit Allah Tawwab që duhet ta kemi parasysh. Gjithashtu për kuptimin që ulemat i kanë përmend për emrin Allah xhallahu ala Tawwab është se Allahu te baraka ve taala në para thash e pranon pendimin. E dyta jep mundësinë e përsëritjes. Që nuk do më na nxitni në gjuna, po kjo është tash po flasim për Tawwab. E ky Tawwab duhet më krahasu tani me El Jabbarat, me El Hakime, do gjitha këtu të kombinohen. Mirë, po tash po flasim për Tawwab dhe kërkon ky emër që të hapë mundësinë e përsëritjes së shuzimit të këtij emri, për shkak se vetë ndërtimi i tij gjuhësor na jep këtë mundësi. Gjithashtu për kuptimin të emrit Allah Tawwab është se Allahu xhalla xhelaluhu do të thotë i hap robit e tij rrugën e të mirave dhe adhurimeve. Prandaj Tawwab nuk qenë ka ndëlidhur vetëm me gjunohat kur bën robi. Po njeriu me tauba, sikurse do ta përmendim tek tauba e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, njeriu me tauba, nëse Allah ja pranon tauban, nën kupton jo vetëm falën e mëkateve, por edhe hapjen e mundësisë për të bërë vepra të mira, për të bërë adhurime, të cilat nuk ka qenë duke i bërë më herët, ose i ka bërë më herët, por nuk kanë qenë me kualitetin e kërkuar, nuk kanë qenë me kualitetin e nivelit të caktuar, por kanë qenë molt. Tash njeriu kur bën tauba, Allahu nëse ja pranon tauban, kjo nuk kupton se e ngrit në nivel më të lartë, nga i cili nivel tash ai bën adhurime me një kualitet më të lartë, me një cilësi më të lartë se që ka qenë më herët. Pra edhe kjo është një kuptim i emrit Allah xhallahu ala at-Tawwab. Edhe gjitha këtyre kuptime dhe është silët emri i tij at-Tawwab dhe për fund dua ta përmend një do të thotë një përkufizim ose një shtjellim dhe sqarim të këtij emri që është përmend një shprehje interesante dhe rëndësishme që neve na duhet në këtë drejtim. Nga se thash na tauban dhe emri Allah Tawwab për neve zakonisht lidhet me faljen, do në gjunahi dhe taubeja. Apo? Dhe ne këtu e përkufizojmë mundësinë e përfitimit nga edhe taubeja, edhe ushtrimi i këtij adhurimi në raport me Allahun xhallahu ala dhe përfitimi i emrit Allah Tawwab. Ndërsa këtu kuptime thash na hapin horizont të reja të ushtrimit të këtij adhurimi, taubes dhe gjithashtu të përfitimit nga emri Allahut At-Tawwab. Një nga ulemat thotë se At-Tawwab është ai i cili u lehtëson robëve të tij rrugët e pendimit. Fillimisht kjo e para. Ma herët është e pranon, jep mundësinë e shfrytëzimit e kështu me radhë, hap rrugë të reja për adhurim ose i njëjti adhurim por të ngritë në shkallën e caktuar për ta ushtruar me kvalitet më të lartë këtë adhurim. Këtu e kemi një kuptim të ri që ky alim e thotë se Tawwab është ai i cili ja çel rrugët e pendimit e para. Çka nuk kupton kjo? Njeriu mund të jetë në ndonjë gaflet. Njeriu mund të jetë i hutuar përballë një realiteti caktuar. Mund të jetë i zhytur në një mëkat pa vërtet fare, apo? Dhe Allahu xhallahu ala intervenon te ky njeri me emrin Tawwab duke i hapur rrugën që s'ka qenë duke parë më herët apo. Që ai të futet në atë rrugë. Dhe krahas ja hap këtë rrugë, i lehtëson hapat për të ecur këtë rrugë. Dhe kjo thash bëhet në mënyra të ndryshme. Për shembull, momentin kur ti vjen në ligjërat, ke ardhur më dëgju, apo nuk ke ardhur në seancë dëgjimore,
se çka ke bë, as nuk ka të rrefesh kërkujt, ka armë ul më ndëgju me përfitu për fenë Allahut azza xal. Dhe duke ndëgjuar për fenë Allahut azza xal, ti e ndëgjon për shembull një argument ose ajet, hadith, çka do qoftë kërcënues për një vepër. Dhe këtë vetë dison ta ngrit imanin. Pastaj e ndëgjon për shembull një udhëzim caktuar se sa është kjo punë për shembull me vlerë ose sa është kjo punë e rrezikshme. Me një fjalë, shepri argumenteve që ty të shfaqen para vetes tënde e që ndikojnë në bindjen tënde përballë një vepre të caktuar të mirë ose përballë një vepre të keqe për të larguar edhe më tepër. Gjitha këto lehtësime që Allah ti ka mundsuar dhe të ka sjell me ndëgju, ulemat thonë se është për kuptimin tënd të uab. Nga se ti kur del prej këtuit, ose për çdo ligjëratë tjetër, pa marrë shembull ligjëratën, apo a del me një keqare se ne duhet të jemi më të mirë, pse nuk kemi kërkon? Kjo keqare që ti ke përjetuar, apo ta ka lecuar Allahu rrugën deri te aja, duke të mundsuar marrë me ndëgju atë që të ka bërë që të jesh këtë shkallë të kësaj ndjenje. Pra lehtësimi i kësaj rruge dhe mundësia për të ndëgjuar diç që provokon keqare në zemrën tënde dhe të shtyn përpara dhe të lehtëson sebepet për të përmirësuar dhe për të qenë më i mirë, të gjitha këto janë pjesë përbërëse të kuptimit të emrit të Allahut at-Tawwab. Andaj nuk është vetëm çështja e ndërmjet me një gjuna të caktuar, por me tërë procesin e përmirësimit të njeriu dhe me gjitha sebepet që i duhen njeriu dhe me gjitha lehtësimet që i duhen njeriu në procesin e përmirësimit të tij, të gjitha këto kanë të bëjnë me emrin Allahut at-Tawwab. Prandaj taubeja thash nuk është thjesht veç një bartje prej gjunajt larg këtij, por është komplet i tërë procesi që besimtari përfshihen te për të përmirësuar, për të qenë më i mirë, qoftë duke u larguar nga mëkatet, apo qoftë duke përmirësuar edhe vetë cilëtetin e adhurimeve që nuk ka qenë ky cilëtet në këtë shkallë, në këtë mas më herët. Gjitha këtu kanë të bëjnë me emrin Allah xhallahu ala at-Tawwab. Pra kur ne e kuptojmë këtë emër të Allah xhallahu ala me këtë kuptim gjithëpërfshirës, atër pa dushim se do ta kuptojmë atë që vjen edhe më vonë dhe atë që rcik edhe në disa raste tjera se sa kemi nevojë për tauben, ose kur themi astaghfirullah wa atubu ilej, merrni kuptim tash tjetër. Apo nuk është thjesht një fjalë goje që ne e themi, por e dim pse po e themi. Ne e dim saktësisht sa na duhet që Allahu xhallahu neve na falë atë. Kur e kuptojmë këtë që ka të bëjë me kuptimin e këtij emri në raport me Allahun xhallahu, atëra mund të fillojmë që të flasim edhe për ndikimin e këtij emri në jetën tonë të përditshme. Çfarë një musliman përfiton nga ky emër? Dhe jo kam përmend edhe ndjesën e kaluar vëllezëruar dhe dua që ta përsëri se kur themi për ndikimin kemi përshtim çfarë? Ndryshimin. Çfarë ndryshime duhet të bën ky emër ose kuptimi i këtij emri në jetën tonë të përditshme? Çfarë ndryshime duhet të bën? Padyshim se nëse tauba është një proces i vazhdueshëm jetësor që na shoqëron përgjatë të jetës tonë, atëherë padyshim se përfitimi nga ky emër për ne është shumë i domosdoshëm dhe vendimtar për të vazhduar më tutje me përmirësimin. Nga se një njeri që nuk e ndin veten të nevojshëm për tauba nuk mund të përmirësohet kurrë. Nga se taubeja dhe emri at-Tawwab janë të kushzuar dhe lidhur ngushtë me përmirësimin tonë dhe ngritjen tonë. Andaj na duhen këto pika për të përmirësuar dhe për të ndryshuar. Pika e parë që duhet ta kuptojmë është se nëse emri i Allahut është at-Tawwab, atëherë Allahu xhalla xhelaluhu në vazhdimsi pranon kërkimfaljet, pranon përfitimin nga emri i tij at-Tawwab. Çfarë na jep kemi kuptuar? Pranon, na e kuptojmë që pranon. Na çka pranon për kësaj? Na kuptojmë për kësaj se sa të lexojmë për historinë e njerëzve që kanë kaluar më herët. Njerëzve të devotshëm, njerëzve të afërt Allahut azza xal, njerëzve që kanë bërë vepra që ne mahnitemi kur lexojmë për ta, apo? Na kur shohim ata ku kanë arrit, shpeshherë ka mundësi të na kaplon një farlloj ndoshta dekurajimi, një farlloj zhgënimi se ne nuk mund të bëjmë kurrë sikurse këta. Ndërsa kur të shikojmë të kaluarën e tyre, e shohim se na skemi qenë bashkë çështu keq. E pse nuk po, nëse skemi qenë keq sa ata, pse nuk po mundem me qenë spaku të mirë si ata? Nga se logjikisht i bie, njëri që është më pak i keq se dikush,
në kupton se kur do më bëj i mirë, bëhet më i mirë sa i tjetri, për aq sa u kon më pak i keq. Po kjo është rregull. Nëse për shembull dy njerëz i kena përpara, njëri është për shembull fjala keq, se ka 100% keq s'është, po 70% është i keq. E tjetri është 40% i keq. Dhe tash dyt e fillojnë garën për më bëu të mirë. Apo çka i bën se ai që është 40% i keq është 30% përpara përmirësimit se ky që është 70% i keq, minimumi. Edhe nëse pak e ngut hapin, mundet këtë përqindje me rrit. Por që po themi s'pangutet fare, edhe nuk po ecë si duhet. Atëherë është shumë normale që spaku të barazohen. Ky me 70, ky me 40. Ne nganjëherë lexojmë për rastet e të parëve tanë se jo 70, apo por ajo që ata kanë qenë është në përqindje shumë të madhe, më olt se që çdo kush për një nërsa ka kaluar në për të aftë. Nëse e merr të kaluarën e shumë nga ashabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të paroni njëri me vorroz vajat i për zgjalli, apo me adhurun të natën e idhun sabah me hungur, apo paramendon për shembull një jetë të shfrenuar me alkool, me zinë, me gjithçka, me vrasje, me në kulmin dhe skajshmërinë e veprave të këqija aftë. Pastaj për një herë po kalojmë një proces saktum. Apo një proces saktum po kalojmë dhe pas një procesi po dalin si të jenë krijesa të reja. Apo të shpërlar tërësisht nga e kaluara dhe jo vetëm kaq, por me një energji aq të madhe pozitive për vazhduar më tutje, sa që i tërë umeti është vu me njek, s'ka mundësi as hir me unë zonë apo. Andaj ne vjen ky proces pra. Ky proces që ka kalu kjo landë tyne, apo që i ka bërë tjen kështu, kanë kalu përmes at-Tawwab. Andaj ai Allah që ka qenë Tawwab në kohën e ashabëve, dhe ata kanë kaluar për këtë proces, dhe u ka shlyer të gjitha ato dhe i ka bërë kështu, ai është edhe sot. Nuk ka ndryshuar Tawwabi. Andaj ky është kuptimi se Allahu xhallahu në vazhdimsi u afron robëve të tij mundësinë për përfitu. Prandaj për aq sa ka përfitu Omeri nga emri Allah Tawwab, për aq e kia ti mundësinë sot me përfitu. Nuk është zbrit mundësia, për shembull, e pa i ka mujt me përfitu nga emri Allah Tawwab, nga se në atë kohë mundësia e përfitimit ka qenë për shembull kaq. Ndërsa sot është ku duke u zvoglu dhe tash ne sa shkojmë nga kiameti, zvoglohet mundësia e përfitimit nga emri Allah Tawwab. A ekziston kjo? Nuk ekziston. Prandaj Allahu xhallahu ala ka qenë Tawwab, është Tawwab dhe do të mbetet e Tawwab gjithmonë, nga se asnjë cilësi e Allahu xhallahu ala nuk zhduket. Dhe sara të ekziston nevoja për cilësinë e caktuar dhe emrin e caktuar, Allahu xhallahu ala e ka mundësinë me aktivizu. Nga se me disa cilësi Allahu xhallahu ala nuk vepron gjithmonë, apo nganjëherë vepron, nganjëherë nuk vepron. Ai e din kur vepron. Sikurse do të shembulli më i lartë i takon Allahu xhallahu, por në shembull nga jeta jon. Ka mundësi njëri është bujar, po në çdo moment është bujar, se ka është në zonë të fletë, të hungur apo ose s'ka nevojë të jetë bujar. Ekstremal me cilësitë e tjera apo. Andaj edhe Allahu xhallahu nganjëherë vepron me cilësinë e tij të caktuar, por nganjëherë nuk vepron. Jo për shkak se ka mo, e ka gjithmonë. Allahu xhallahu ka qenë Khalik edhe kur s'ka pas asnjë krijesë. Ka qenë krijues, se ka fituar këtë emër, e as këtë cilësi sikur se kemi përmend. Jo, e ka pas gjithmonë, por ai ka vendosur me dinë e tij kur me fillu me përdor këtë emër dhe këtë cilësi të Allahu xhallahu ala. Pra Tawwab, Allahu xhallahu ala gjithmonë e ka këtë cilësi. Dhe kjo kur nuk shteret, është gjithmonë aktive. Andaj, sikurse thot Allahu xhalla xhelaluhu, "Faman taba min ba'di dhulmihi wa aslaha fa inna Allaha yatubu alayh." Kjo është thirrje e përgjithshme. Allahu xhalla xhelaluhu thot "Faman taba min ba'di dhulmihi", dhe kush pendohet dhe kthehet pas zullumit që ka bërë, pas gjunave që ka bërë, wa aslaha, dhe e përmirëson gjendjen e tij, atëra Allahu nuk e gjen ndryshe përveç si Tawwab. Allahu në gjen se Allahu xhallahu i afal dhe i lehtëson rrugët e përmirësimit me gjitha kuptimet e emrit Allahu xhallahu Tawwab që i cekëm më herët. Andaj Allahu xhallahu ala kur e ka quajtur do të vetën e tij Tawwab, thash e ka quajtur
për të na hap neve mundësinë përfitimin nga ky emër. Dhe ky nuk është emër që vlen për një vend caktuar ose për kategoritë të caktuara të njerëzve, apo vlen për shekull caktuar, ky është gjithmonë. Kush don më u përmirësu, mundësia ekziston. Dhe krahas saj që duhet ta kuptojmë është se Allahu xhalla xjalaluhu me emrin e tij Tawwab thash fillimisht e krijon tawbën në zemrën e njerit. Apo e krijon tawbën në zemrën e njerit. Pastaj njeri fillon me ndisë diçka që sukon të ai po fillon të zhvillohet diçka që s'e ka pas, një mendim i caktuar, një ide e caktuar, një ndjenjë e caktuar s'e ka pas më e tash e ka. Për ka kjo Allahu xhallahu e ka kriju tawbën në zemrën e tij. Dhe tash kjo tawbë e mbrëmshme ka filluar ta provokon brenda e tij që ky të bën hapin e dur për të kërkuar tawbën tek Allahu xhallahu ala. E kur robi e bën kët hap, atëherë Allahu xhallahu përsëri me emrin e tij Tawwab e prat robën e tij. Andaj robi është mes emrit të Allahu Tawwab, edhe në fillim, por edhe në fund. Allahu e fillon procesin e tawbës, robi pastaj inspirohet për të vazhduar dhe Allahu e përmbyll me emrin e tij Tawwab. Dhe kjo gjithmonë, kur nuk ndalet kjo, asnjëherë kjo nuk ndalet, tash është e vazhdueshme dhe kjo duhet na inkurajon neve, nga kjo është ai përmirësimi i caktuar që duhet tani të na inkurajon neve se edhe ne të shikojmë mundësinë të përfitojmë nga emri i Allahu xhallahu Tawwab, sikur se kanë përfituar edhe mëkatarët më të mëdhenj këtë botë, e që pastaj janë shndruar në njerëz më të devotshëm dhe që devotshmëria e tyre mbetet sfidë për këtë rob të Allahu xhallahu në ditën e Kiyamit. Dhe kjo nuk është vetëm për ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por ju dini gjatë historisë sa ka pas njerëz që kanë qenë mëkatar, sa ka pas njerëz që kanë qenë jashtë rrugës së Allahu xhallahu ala, por kur janë penduar, kur kanë kaluar nëpër procesin e tawbës dhe kanë përfituar nga emri i Allahut Tawwab, çfarë ndryshimi ka bërë ky emri në tyre? Ndryshim të madh. Çfarë ndryshimi ka bërë emri i Allahut Tawwab në jetën e Sufjanit Thaurit, në jetën e Hamad ibn Salama, në jetën e Fudal ibn Iyadit, në jetën e Ibrahim al-Adham, këta njerëz të mëdhenj, apo të cilët vazhdimisht e kanë përmirësuar cilëtetin e adhurimit të tyre, madje e kanë ndryshuar rrënjësisht jetën e tyre vetëm përmes emrit të Allahu xhallahu Tawwab. Prandaj kjo mbetet e hapur, nuk mbyllet kurrë dhe gara është e hapur, kush dëshiron ka mundësi të përfiton nga kjo, sikur që e përmendëm më herët. E dyta që duhet ta kuptojmë këtu është një e vërtetë që na e dim, por kemi nevojë ta shtjellojmë pak më tepër, për ta kuptuar më drejt dhe më mirë, apo ta them ndryshe, ta përjetojmë më mirë. Se nganjëherë na disa gjëra i dim si informata, mirë, por nuk i përjetojmë sa duhet, dhe nuk i përjetojmë si duhet, dhe mungesa e këtij përjetimi pastaj na pengon edhe nga përfitimi nga ajo që nuk po mundem me përjetuar. Sa gjëra na i dim, mirë, po kjo dije nuk po na mundson përjetim të mjaftueshëm, dhe mungesa e përjetimit tash po na privon edhe nga përfitimi i caktuar apo. Sa është kjo e vërtetë që na e dim, po thash nëse nuk e përjetojmë sa duhet, dhe është përfitimi i dytë për emrin e Tawwab, është se Allahu xhallahu ala është i vetmi i cili i afal robëve ti. As kush nuk e ka të drejtën me afal diku gjunat. As kush nuk e ka të drejtën me ja kontestu dikujt pendimin. As kush nuk e ka të drejtën apo me ja mundsu dikujt pendimin. As kush. Kjo është e drejtë ekskluzive e Allahu xhallahu xhelaluhu. Dhe në këtë drejtim, ju e dini se jo pak njerëz kanë deviju, e jo pak njerëz sot vazhdojnë të devijojnë për shkak të mungesës së bindjes në këtë pikë. Fillimisht nga fitet e tjera, apo rrëfimet që i kanë dhe shkojnë të kërkojnë falë tek prifrit e tyre dhe me para paguajnë falën e mëkateve, bën tankon, tani jetën bën gjunahe, pastaj shkon pagun një pagesë caktuar dhe ai thot shuma e kontributit tënd është e mjaftueshme për të falë gjunahet edhe të katunit tënd komplet, apo edhe në rregull, veç vazhdo ti më dhon çështë para apo, nda ti falem të gjunahet. Prandaj kush e ka këtë drejt? Prandaj Allahu xhallahu ala, sipas disa komentimit të ulemave, edhe kjo është konsideruar marrje për Zot ata apo. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ata i konsideruar
priftrin të tyne, të parë të tyne, zotra pos Allahut azza xal. Po, në hadith në Adi ibn Hatim është se e kanë bërë halal dhe njerëzit e kanë marrë halal. Ato çfarë këta kanë bërë haram, këta kanë bërë haram. Në kuadër të kësaj, disa ulema të tefsirit e kanë përfshi edhe kërkim faljen. Nga se Allahu është ai i vetmi që nga ai duhet kërkuar falje. Dhe në momentin kur një njeri e merr përsipër këtë drejtë që dikujt t'ia fal gjinohat, thotë ti mos ki gale se ti të falën e ki, apo atë kjo është një lloj konsiderimi i Zot pas Allahut azza xal. Andaj kjo është trashëguar fatkeqësisht dhe është imituar fatkeqësisht edhe nga disa njerëz që pretendojnë se i përkasin Islamit, nga tarikat të ndryshme të sufive që mendojnë se shehi e ka në dorë mundësinë e faljes. Ose se shehi do të thotë mund ta vërteton a është pranu falja tek Allahu xhallahu ala apo nuk është pranu, themi se këtë drejt nuk e ka askush pos Allahu xhallahu ala. Ne pendojmë tek Allahu xhallahu ala dhe mundohemi të përmirësohemi, por megjithatë pranimi apo mos pranimi është në dorë të Allahu xhallahu ala. Dhe shikoj sa bukur, sikurse e kam përmendur në rrugë të tjera, ai që është penduar nga 100 vjet që i ka vrarë, apo i ka vrarë 99 vjet dhe ka shku me kërku pendim. Ka shku tek njeri adhuruesi Allahu xhallahu, po jahil, ai ka adhuru, mirë po ignorant, s'ka pas dije. Dhe i ka thonë, i kom vrarë 99 vjet. Du mu pendu, kanë ti kur s'u pendosh. Shikoj është përzina që ka nuk i takon. Prandaj këtu kemi një mësim të nderuar që duhet kuptuar se devotshmëria pa dije është rrezik shumë i madh për devimin e njerit. Nga se nuk e mon njerin veç devotshmëria, veç dëshira për punë mirë. Por ilmi, dija është ajo që e mon njerin stabil në rrugën e Allahut xhallahu ala. Pra një drejt themelore të Allahu xhallahu ala mbi krijesat e tij, njeri që mendon se është i devotshëm ja ka më dikujt. Andaj ka unë të shumë pëndosh, i ka vrarë 99 vetë, të s'ki të ube. Ka unë që se s'kam të ube, pa të rrëdhe ty. I ka bu 100 vetë i ka vrarë. Andaj njeri me gjallë pësën me jetë në ti, pasurin e ti, familje ti e kështë më rrëdhe. Por përsëri, se Allahu ka kryu në zemën si të uben, e ka provoku krije se mrenshme e quajtur të ube. Për mren e ka provoku përsëri, se kalon rahat, ka se Allahu ka dasht mu pëndu kë njeri. Ka shku tek njëri i dishëm, tek njëri që ka ilm, edhe i ka thonë i këmëron 100 vetë. Shikoj vëllazëruar ilmi që shumë më jenë stabil. Gjahli krijon panika. Gjahli e bën njërin për shembull, ti mund ta kesh një plagë caktuar dhe mendon se ose fëmiu të merr një plagë caktuar, edhe mendon çka ndodhet mjeku ka se s'ka kurrë. Çu s'ka kurrë që apo po ti po gjykon me gjehel, andaj ty duket që ka shumë. Ai gjykon me ilm, i duket që s'ka kurrë gjë. Pra nga njerëz në raste të caktuara, ne na duket ç'apo ndodh që buni ulemazën ka dalë, se s'është kurrë gjë. Bon, çish mund nuk ka kurrë ç'apo ndodh, po ti ka dalë, se ti po bën panik me gjehel, ndërsa ai po ofron siguri dhe qetësi me ilm. Para më në ani me thonë ti i konvron 100 vjet. Apo pavarësisht asaj se ai themi a ka të ubas ka të kjo është më vonë. Me siguri një 5 minuta kena me këqyr njëri është normal kë. Apo 100 vjet. Nëse ky alimi sa qet, si ka on çysh marmujt e mi vrasë, si ka kjo punë me shumë qetësi e ka marr, me shumë gjaktofsi e ka marr këtë kërkesë njeriu. Andaj ilmi i ul gjakrat. Ilmi mundson njeriu të jetë i matur, ndërsa gjithmonë njeriu kur është ignorant ose nuk e përdor dijen që e ka, ngriten gjakrat, apo ngritet panika, stresi, sa ilmi është ai që e qetëson njerin. 100 vjet i ka ra, kur si ka më tepër. Vallahi të shqyrtojmë tek qyri apo 100 vjet s'm ka ra kur kështu me lezu me 100 vjet, ku më lezu dikush që sofale, i ka ra dikush shuplake, ai dikun, më vroi 100 vjet, s'kum pa libër kur. Që ka ra dikur 100 vjet edhe u pendu. Ai ka thonë kështu? Ja. I ka thonë shumë qartë, me atë kuptim çuditës, ka thonë: "Wa man yahulu bainaka wa bain at-tauba." Ka thonë kush guxon menet mes te mes taubës. Do që po vet këtë puna këtë taube. Në kuptim të çish nuk po mban për shtypë se i ke vrati. Ai më thonë po 100 po 1000 pa çevra. Mos po mban për shtypë se i ke vrati. Po më çudit çish ti. Po mendon se dikush mundet menet mes te mes taubës.
Shikoj sa qartë e ka kuptuar ky njeri, do thotë me dije se i vetmi që i fal mëkat është Allahu xhallahu ala. Dhe përderisa Allahu xhallahu ala i ka ftuar robët e tij në falje, i ka ftuar robët e tij që të kërkojnë falje dhe nuk ka kurzu asnjë gjuna, por të gjithë Allahu i fal, pse na duhet njerëz të qëndrojmë të u bëjmë gjuna dyre pengesë se ty Allahu s'ta fal kurr, ose me këto gjuna këta s'permisohen kurr, ose me këto veprime këta njerëz nuk ndriçen kurr. Pse na më marr për mifsi për diçka që nuk na takon është drejt Allahu xhallahu ala. A nuk është mjaftueshme ajo që ka thënë Allahu xhallahu ala, kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Kjo është drejt ekskluzive Allahu xhallahu ala, s'ka zgjon kurkush askujt më ka kontestuar kët. Thuaj o ju që e keni tepruar gjunoa. Para mëna kur at-Tawwab dhe al-Ghafur ata e kanë tepruar. Na për shkakun që kena sabrën e ngushtë, edhe falën e vogël e kemi apo me 3 gjunoa dikush me tepruar. Apo tepruar 3 me gabu dikush në raport me ty do tepruar. Që na ngushtë e kemi. Ama ai që at-Tawwab krejt krijesat ja u fal, i çon xhenet edhe nuk harxhohet në shkruan e emrit të Tawwab. Para kur ky thot e keni tepruar gjunoa. Nushi me tepruar në herë për Tawwabin, edhe ju që e keni tepruar, apo asju nuk guxoni ta humbni shpresën në falën e Allahu xhallahu ala. Nga se Allah i fal gjitha mëkatet. Andaj ne përballë mëkatarëve, mendoj ata që janë, ndoshta se gjithë jemi mëkatar, por në kuptim të asaj që vazhdojmë me qenë mëkatar, ngjyrimi i jetës tyre është mëkati, larg obligimeve të Allahu xhallahu ala, shkelin përditshmëri kufit të Allahut azza xal, nuk ruhen ruajtje të mjaftueshme, ne përballë tyre nuk duhet të jemi gjykatës, por ne përballë tyre duhet të jemi therrës. Neve Allahu nuk na ka dërguar me gjyku mes njerëzve, kujt Allahu ja fal, nga se kjo është e drejtë ekskluzive e Allahut azza xal. E jona është që njerëz të thirrin në rrugën e Allahu xhallahu ala dhe t'u hapim njerëzve mundësinë për të penduar tek Allahu xhallahu ala. E kur të lidhen me Allahu xhallahu ala, do të më pendu, na të largohemi, na të s'kena punë më afër. Ajo është mes robët dhe mes Allahut xhallahu xhelaluhu. Andaj Allahu xhallahu ala do të përmend se ata njerëz që janë përzi në këtë drejtim dhe e kanë kontestuar mundësinë e kërkim falës nga ndokush që dënë me kërku falë tek Allahu xhallahu ala, Allahu xhallahu ala thot iftiran ala Allah, kanë shpif për Allahu xhallahu ala, qad dallu wa ma kanu muhtadin. Të tillët janë të devijuar dhe nuk mundën me qenë të udhëzum. Para mëna një njeri i cili mendon se dikujt Allahu s'ia fal, kjo bëhet pengesë e mjaftueshme që ky njeri mos udhëzohet në rrugën e Allahut azza xal. Ose në anën tjetër dikush mendon se mund të bartë gjunoat e dikujt apo. Edhe kjo është keq kuptim këtë rrafsh apo. Do ti bën gjunoën në qaftem, atë kuptim është e falën për ty. Ku guxon ti më marr gjunoat e dikujt? A kush ka thonë se mund dikujt më marr gjunoat e dikujt apo? Prandaj sa njerëz do të bënë në qaftem apo, nuk është me qafën e kërkuit. Apo mirë po çdo kush e bart hisën e gjunoat vetë që ka marr. Qofta që ka ftu, qofta që ka leju, qofta që ka vepru, andaj nuk qëndron kjo në qaftem, nuk qëndron kjo absolutisht, nga se në qafën e kuj do tjetë, dhe kur do të ngarkohet, e kur do të shkarkohet, këtë drejta që ka vetëm Allahu xhallahu ala, ai që është Tawwab, veç ai ka të drejtën me ngarku diken, ose me lënë të ngarkuar, ka se njëri ka ngarku vetën e tij, apo me shkarku me emrin e tij Tawwab nga pasojat e mëkateve dhe të këqijave të tij. Ana këtë se ka askush pas Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu xhallahu ala tha në nderuar është i vetmi që vendos kujt më fal gjunat. Është i vetmi që vendos se kujt ja leçon udhët e harit. Na jemi tërësisht si rob të Allahu xhallahu ala ata që tentojmë me marr disa sebebe. Përndryshe mundet që njeriu apo kohë të gjatë të sillet rreth argumenteve të Allahu xhallahu ala dhe të jetë i verbër përballë tyre. Nëse dikush një herë sillet për rreth tyre, Allahu xhallahu ala Tawwab i hap syt dhe i sheh argumente që nuk i ka pa dikush që ka qenë me 10 herë para tij, duke u sillir rreth atij argumenteve. Prandaj kjo është mirësia e Allahu xhallahu ala dhe Allahu te barekote është ai vetmi i cili fal gjunat. Dhe kështu edhe ta ka mësuar Allahu në shumë vende në Kur'an, edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Nuk i fal gjunat askush pas teje. Dhe kjo tek robi apo e bën një ndjenjë të një privatësie të raporteve të tij me Allahun xhallahu ala. Alhamdulillah, s'kam ndonjë kërkues më shkum i kallzu çfarë gjuna e kum bë,
Po, nganjëherë ndoshta duhet me pyet ndonjë hoxh ose ndonjë dietar për mënyrën e pendimit. E kum bë këtë tash çu bëhet kjo punë si thjesht referencë juridike, rregulla. Mirë po, akti, procesi i pendimit është mesdhje me Allahu xhallahu ala. E sa është kjo e mirë para mëna, s'kinoj kërkujt ngushtu para kërkujt, para Allahu xhallahu ala, para ti që s'ngushtohesh kur, na të kuptojm as të kuq, as të bën hor, as nuk ta marr mend me ta kthy në herë, as absolutisht. Prandaj teuba nganjëherë për të njerëz është akt i vështirë. Para Allahu xhallahu s'ka kur të vështirë. Ai e din krejt çka e të bëj, është vështirë ti rrefesh diku që nuk din çka ke bë. Por dikush që din krejt çka ke bë, ka ditë çka ke bë. Veç po don për ti me një keqarën, sa ai s'ka nevojë për ti, pendimi nuk është prezantimi i gjunave, nga sa i din. Pendimi është keqardhi për çka ke bë. Apo vjen keq, veç çka shtoj Allahu po vjen keq nuk bëj më. Ndërsa për t'ju rrëfyer, për t'i treguar, për t'ia shpalosur dosën tënde, këtë Allahu xhallahu ala është e paqëndrueshme. Nga se Allahu xhallahu ala din çdo sa që ti ke bërë atë. Andaj kjo privatësi që robi e ndin mes tije mes Allahu xhallahu ala, dhe se veç Allahu ka nevojë mi ndëgju këtë keqardhi, dhe se veç Allahu xhallahu ala ja din gjunat, dhe se veç Allahu është ai që do të vendos për t'ia fal, kjo e stimulon robin për teuba. Ka se po të ishte teuba më e komplikuar se kaq, pak për njerëz do të pendohesh atë. Ka se njeriu subhanallahu Allahu xhallahu ala sigurisht ja ka lecuar në shumë situata procesin e teubës. Madje ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka lecime të mëdha në këtë drejtim. Përpara tek Beni Israelit, që njëri ka bëu gjuna, në fshehura në shtëpi. Apo kur ka dalë në rrugë i ka dalë një sheh e zezë në ballë atë. E kanë ditë diçka ke bëu, s'ka ditë çka, po kanë ditë çka ka bëu atë. Kur ka rapa pastërtia në tesh, apo ata nuk e kanë pas të drejtën me e la atë. Është dash me prej me gërshon çat pjesë me gjujt në rrugë. Po e lëna më zban me lëmë ujë, duhet me prish. Apo ndërsa Allahu xhallahu, tash për në kur dikush e pren njollën, e din që diçka ka ra këtu. Ndërsa sa dytëra bjen tesh atona e pastrojmë kurse merr çka oron ta bëla. Mundësia për ta përdorur më tutje ekziston apo. Në kur fashaja apo që del mballas në sy as në dorë as në vesh se ke bëu gjuna, del çlira apo. Është thjesht një raport privat shumë intim mes teje dhe me Zotin xhelal xhelaluhu. Prandaj kur robi dhe se veç Allah ja fal gjunat, atëra kjo e ka dhe një deg tjetër se veç Allahu ja din gjunat. Dhe se veç Allahu kam nevojë ti kërkoj falje. Vetëm ati i arsyetohem, vetëm para ati e shpreh keqardhën, para askujt. Allahu xhallahu ala kur ka përmendur pendimin nga kamata, apo na e dim se njëri kur merr kamat, me atë kamat e ndërton një biznes, e ndërton një shtëpi. Dhe Allahu xhallahu ala është i vetmi i cili i ka lecuar robëve në këtë mënyrë pendimin nga kamata. Fa in intaha falahu ma salaf. Apo Allahu xhallahu ala thotë, njëri ka ndrish shtëpi me kamat, ka bëu biznes, tash e ka bëu punë, e ka marr haram, ka bëu punë, po tash do të më pendu. Çka më bëu tash? Më rrezu shtëpinë, me prill biznesin? Jo, apo. Kaj që ke bo, është felehu ma selef, i takon që ka kalu, e ti është, mi fa mos bëmo, nga se Allahu xhallahu qanë në zemër, apo pendimin, për ta provoku. Në qofë se këtë musafir të Allahu xhallahu nuk e respekton për të ndalë, shkon këtë musafir dikun tjetër, apo, e të një mënyrë nuk e ndin në vetët nevojshëm për të ube. Prandaj, Allahu xhallahu thash, u a lecën robëve ti proces në pendimit. Dhe gjitha këto lecime, vetëm për të penduar robët e tij. Nuk e ka komplikuar që të shkosh bën një shkresë që në bashkësi islame e shqyrtojnë atë këshilli bashkësi islame me ta fala jo apo tani këshyra ata me çute imami Çabës, ai tani me këshyra me lut për ty Allah në Çabë, s'ka këse komplikime. S'kinoj kërkujt mi këtë tokë, mi ka dush vazhdojnë ke bo. Përveç të që se ka të bëjmë në një regull caktuar juridik që ka në përshtjellime caktuara. Mirë po, për ndryshe, nuk ki nevoj kërkujt me arsëtu, nuk ki nevoj kërkujt me kërku falje. Absolutisht, fa innehu la yaghfiru dhunuba illa ant, nga se nuk i falë gjënat askush pas teje e arabapën. Andaj në hadith në njërë të Ebu Bekrit, që ka kërku nga pejgamberi sa se mi mësu një dua. Ebu Bekri ka kërku nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mësu një dua, dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka mësu një dua që Ebu Bekri ka kënduar vazhdimisht në namazet e tij, në tahiyat para se me dhon selam. Duan e njërë që e keni ndëgju, që e tërshme Bukhariu në sahihun e tij, dhe gjithashtu Muslimi,
ku i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thuaj Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira. O Zot, unë i kam bërë vetës ime një padrejti të madhe atë. Wala yaghfiru dhunuba illa ant. Dhe nuk i fal mëkatet askush post teje. Kjo kërkimfalje nuk është pastaj veç kërkimfalja, po kur thotë veç ti mi fal, veç ti mush me ndrejt, veç ti mush me përmirësu, apo kjo shoqërohet me një lloj dashurie ndaj Allahu xhallahu ala, se veç ai i gjithëmshirshëm i cili është kështu, ai vetëm e ka marrë përsipër falën e mëkateve. Pastaj faghfirli maghfiratan min indik, më falje nga ti, hiç nga askush. Prandaj dhe Aisha radhiyallahu ta'ala anha, apo kur i ka ndodh ajo që ka ndodh, jo Ka'b ibn Malik dua të them, radhiyallahu anhu, kur i ka ndodh ajo që i ka ndodh për shkak se s'ka shkuar në Tebuk, apo dhe ka ardhur falja, çfarë ka pyet Ka'bi? Ka thënë Rasulullah, amin indika amin indillah, a ti po më fal, atë kuptim do të gjuna jetë tek Allahu xhallahu ora, po ti po më amneston përballë shoqërisë, tash bën me nejt njerëz me mua, bën më shoqëri me mua, do gjuna jetë, amin indik. Sa e ka di që Allahu fal gjuna, po në kuptim apo më gjuna tek Allahu, po veç ti po më lën tash, nga se ka qenë një lloj bojkoti 50 ditor. A ti po më lën apo bel min indillah. E atëra është qetësu Ka'be, se e ka di që Allahu pas ka fal. Atëra e ka ditë Ka'be se as pejgamberi se ka sallallahu alaihi wasallam mundsinë me fal gjunën që ka tek Allahu xhallahu ala. Kur e ka marrë garancën se Allahu ja ka fal, e atëra është qetësu, ka lënë sejdë dhe ka falëndruar Allahun xhallahu për këtë mirësi dhe ka thonë kullu mali sadaqa. Këtë që kam pasuni, këtë sadak, falënderim dhe Allahu xhallahu ala për tëubën që Allah më ka pranuar. Kam pasur mësugot ka dalë se kjo është emocion. Tani kur jet patohesh atë që lëm veten keq, ka të mos e jap krejt. Po e ka qetësuar se nga gëzimi i madh për përgëzimin që ka marrë se Allahu xhallahu ala e ka pranuar tëubën apo. Andaj vetëm Allahu është ai i cili pranon tëubën nga robët e tij dhe ai është i vetmi që ka këtë drejt për ta pranu tëubën e dikujt ose për të refuzuar tëubën e dikujt. Andaj vetëm Allahu xhallahu i rrefehemi, vetëm atij ne shtrohemi, atij dëshmojmë keqardhën tonë, para atij dorëzohemi dhe gjitha ato që kemi i shprehim për Allahu subhanahu wa taala, nuk ka nevojë askush që këtë ta din, nga se ai është at-Tawwab. Gjithashtu për pjesën e fundit të kësaj ligjërate dua të përmendni edhe atë që ka të bëjë me kombinimin e këtij me disa emra të tjerë të Allahu xhallahu ala. Thash ka ardhur në Kur'an kombinimi i emrit të Allahu xhallahu ala me Tawwab dhe Ar-Rahim. Se përket Ar-Rahim, Tawwabun Rahim, që ka disa kuptime, dua të përmendni disa prej tyre. E para është se kur thot Allahu Tawwabun Rahim, kjo Rahim pse ka ardhur mas Tawwab? Çfarë përfitojmë nga kjo? Ne e pamë se Tawwab çfarë kuptimi ka. Apo disa nga këto përfitime që i përmendëm. Ar-Rahim çka ka ardhur? Allahu xhallahu ala thot, se nëse Allahu xhallahu ala u ka dhënë frymëzim për tauba, u ka lehtësuar rrugët e taubës, u ka mundsuar që të kaloni nëpër procesin e taubës. Atëherë ju ruan që të vazhdoni më tutje me mëshirën e tij atë. Ar-Rahim. Ju mëshiron që herën tjetër mos më ramun çato. Ju mëshiron që mos të bëni më poshtë se që keni qenë. Ju mëshiron që mos të rrëshqetni herën e dytë. Andaj ka Ar-Rahim me at-Tawwab u aqil u të taubës e me mëshirën e tij ju mban që të vazhdoni më tutje deri në takim me Allahun azza wa jalla. Gjithashtu prej kuptimit të emrit Tawwab Rahim është se Allahu xhalla po është ai i cili ja hap dyert e taubës, por e mëshiron dobësinë e juaj. E din Allahu xhalla xhelaluhu apo se në qoftë se njeriu bën taubë dhe dikush ka mundësi me marrë vesh çfarë ka bën të kalumën, i pengon për të ardhmen. Nin vetën keq. Andaj nga mëshira e tij u ambulon të metat robëve të tij që mos të ndihen keq mas taubës. Kjo është një kuptim i Tawwab Rahim. Gjithashtu Tawwab Rahim për kuptimit është se Tawwab po ne fal mëkatet, por jo që ka nevojë për neve. Por tërësisht është mirësi dhe bujari dhe mëshira e Allahu xhallahu ala. Allahu ta ka mësuar që të pendosh jo pse ti i dush atij atë. Allahu ta ka mësuar që ti të përfitosh nga emri i tij Tawwab, jo pse ti e forcon Allahun ose e rrit numrin e përkrahësve të Allahut. Jo se si duhet Allahu as përkrahas, as kush i ndihmon, as kush i shton pasuninë, as kush i shton fuqinë, nga se Allahu nuk i duhet as kush këtë drejtim. Por thjesht Allahu xhallahu ala ta ka mundsuar që të pendosh dhe gëzohet me tëubën tënde dhe të ka mundsuar që të përfitosh nga emri i tij Tawwab, veç se është Ar-Rahim.
Për shkak të mëshirës i vetëm do me të mëshiru, nga se sikur se Allahu ka thonë, inna rahmeti sabaqat ghadabi. Se mëshira Allahu xhallahu ala ka tejkalu hidhrimin e tij. Andaj robi ose do të përfiton nga mëshira e Allahut, ose do të përfiton nga hidhrimi i Allahut azza. Allahu xhallahu ala gjithmonë ka dëshirë që robët e tij të përfitojnë nga mëshira e tij. E jo që të përfshihen në hidhrimin e Allahut azza xal. Prandaj kur njeriu pendohet, që jap të kupton se Allahu e ka përfshirë me mëshirën e tij. Dhe gjithashtu prej përfitimit të kombinimit Tawwab Rahim është se Allahu xhalla xhelaluhu shikoj çfarë mëshire ka. Njeriu kur bën mëkat, njeriu kur do të bëjë tauba, zakonisht kuptimi i taubës është kur njeriu është në kulmin e hidhrimit të Allahut azza xal. Apo në kulmin e hidhrimit të Allahut xhallahu ala. Prej atje e bart Allahu xhallahu ala në mëshirën e tij. Do thotë, njeriu nuk fal namaz, nuk agjeron, bën harame. Çto, pe qituat shumë njerëz bëjnë tauba. Pe kësaj pozicioni, pe epicendrës së hidhrimit të Allahut azza xal, njerëzit pendohen. Çka se normal është për shembull. Në mesin e shembull konkret për të kuptuar çka po do të them. Në njëri i cili për shembull është në rreth caktuara, për shembull, e ka babën mësues, e ka shkollën afër, i ka mundësitë ekonomike, i ka shokë këtë nxënës të mirë, normal është në nxënës i mirë. Ç'kjo është rezultati? Po në njëri s'ka prind hiç, është rrit në rrugë, apo shoqërinë ka katastrofale, asnjë rrethon se ka, këti ka rrethona, do të thotë rënduese për qenë mirë, jo lehtësuese. Dhe përkundër gjitha këtyre rrethonave dal më i miri në shkollave. Që kjo është më çudit. Që shubo që kë, sa i pari nuk ka më çudit. Andaj edhe këtu, në njëri, për shembull, është të shku në xhami, është të fal, të agjëru, është të dhënë sadaka, e ky njeri për shembull, apo që Allahu xhallahu ala këti më inspiru taubën dhe më pranu, kjo është pak normale, nga se njëri që rrugë është, por dikush hiç nuk është këtë rrugë. As nuk i bën rrugës së xhamis, është larg xhamis, është thash në kulmin e hidhrimit të Allahu xhallahu ala. E që ky më nxirr piqë duhet më pendu, kjo kuptohet vetëm me Ar-Rahim apo. Ka se s'ka që ka nxirr pikë duhet. Asnjë rrethon nuk ta shpjegon ti çu ky dul piqë duhet. Sa shpjegon? S'ka rrethon, vetëm Ar-Rahim apo. Andaj ka Tawwabur Rahim. Po Tawwab të ka inspiruar të bësh tauba kur ke qenë i zhytur në gjunoj, me çka ja rab? S'kom pas në rrethonën e lehtësuese për dal nga kjo situatë. Ar-Rahim. Dhe pse ka dashur me të përfshirë mëshirën e tij. Andaj kuptimi dhe kombinimi Tawwab me Rahim tash na jap këto kuptime. Gjithashtu Tawwabun Hakim, nëse ka edhe me këtë kombinim, Tawwabun Hakim, kam përmend dietarë disa prej komenteve, dobive, por dua ti përmbledh në 2-3 pika që ta përfundojmë këtë pjesë të parë të kësaj ligjërate. E para është Tawwabun Hakim. Tawwab e mësum çka ka, ai që i mundson robë me kërku falje, u përmirëson e kështu me radhë. Mirë. E Hakim është se Allahu xhallahu xhelaluhu fillimisht e din me urtësinë e tij se kujt më ia dërgu sinjalin për tauba. Nga se ka mundsi dikujt më ia çuçnë për tauba, po se shfrytëzon, ta duhet më myt krejt. Apo andaj Hakim e din Allahu xhallahu ala kujt ja mundson taubën. E din kur ja mundson këtina, e kur ja mundson këtina, e çfarë mundson këtina. Kjo nuk është rastisht. Hajtë të provoj të thirrë që ta mos pëlajmërohet. S'ka kështu rastisht tek Allahu xhallahu ala. Ai është Hakim. Allahu xhallahu ala me urtësinë e tij u mundson robëtit të pendon. Dhe gjithashtu me urtësinë e tij Allahu xhallahu ala nuk e ngut dënimin ndaj mëkatarëve. Sa herë kena merituar që Allahu xhallahu ala më na dënu. Sa herë kena merituar që Allahu xhallahu më na shkatërru. Madje sikur se ka në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëse Allahu xhallahu ala të gjithë banorët e tokës i dënon dhe i shkatron, nuk do të bën padrejti atë. Si bën zullum. Por Allahu xhallahu ala e shtyn kët e mundson të tauba, e u çon rreth caktuara, gjitha këto ndodhen me urtësinë Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu
Allahu xhallahu ala sikur të thëka me urtësinë e tij ka bërë që është ndërlidhur me mëshirën e tij, me urtësinë e tij ka bërë që mëkatet mos të kenë ngjyrë, as mos të kenë erë. Pse? Kjo është urtësia e Allahut xhall. Për shkak se tu ndihmon mëkatarët pendohen. Njëri për shkak që këtë dynja e ditë çfarë gjëra ka bë. Kë ai ndihmon mu pendu, ai mënon me shkuar matutje. I ndihmon me shkuar matutje. I ndihmon me shkuar matutje, se snimu nuk ndihmu keqare për mu pendu. Por Allahu xhallahu ala me urtësinë e tij ka bërë që shumica e gjunave të jenë të fshehura. Apo që njëri dhe kur do mu tërhiq, hesht të tërhiqës se merr as kurkush ato. Andaj kjo nga urtësia e Allahut xhallahu ala. Gjithashtu nga urtësia e Allahut është se u ka mundsuar robëve të tij që të pastrohen nga mëkatet në mënyra të ndryshme, sikur se janë sprovat, apo sikur se janë dënime shariatike. Ka dënime të caktuara në shariat, dikush e ka bërë këtë vepër dënohet kështu. E ka bërë këtë vepër dënohet kështu. Këto dënime Allahu xhallahu ala i ka bërë që të jenë pastrim për ta në ahiret. E për atë në dënim dunja, por pretimi i këtij dënimi në dunja është pastrim për ta në ahiret. Dhe këtë mundësi të pastrimit në ahiret me disa dënime të caktuara në dunja apo me sprova të caktuara që Allahu dërgon, gjitha kjo është konform urtësisë Allahu subhanahu wa taala. Andaj ka Tawwabun edhe Hakim. Ky kombërim i ka këto përfitime, sikurse i përmendëm edhe përfitimet të kombinimit të emrit të Allahut me Tawwabun Rahim. Gjitha këto që i përmendëm ishin pika të ndara të caktuara që i përmendëm, mendoj se çdo kush për ne duhet që ti shqyrtoj mirë para vetes së tij, ti meditoj që të vazhdon më tutje me përfitimin e tij me emrin Allah xhallahu ala at-Tawwab, ka sigurisht të marrim edhe më tutje. Tawwab është një emër Allah që na shoqëron gjithmonë. Dhe Tawbeja është një projekt jetësor e nuk është stacion i caktuar që ne e kalojmë, prandaj na duhet që çdo detaj të këtij emri ta njohim mirë apo për të na ndihmuar që të përfitojmë më mirë nga emri Allah xhallahu ala at-Tawwab dhe sikurse e përmenda për të na ndihmuar me lejen e Allah xhallahu ala që të përfitojmë nga emrat e tjerë, qase nëse nuk përfiton nga at-Tawwab, atër mundësia që të përfiton nga an-Nasir është shumë e vogël atë. Apo nëse nuk përfiton nga Tawwab, mundësia për të përfituar nga al-Fattah është shumë më e vogël e kështu me radhë. Allahu xhallahu ala na i hap zemrat për tauba, na mundësof që të jemi gjithmonë përmirësim me sipër dhe ky përmirësim të kalon përmes besimit në Allahu xhallahu ala përmes emrave të tij. Me kaq po i dhojmë fund kësaj pjese, sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.